Vetëm 2 muaj pas regjistrimit në Tiranë, kompania televizive serbe Arena News Channel 2 Albania ka 25 fishuar kapitalin e saj fillestar nga 500.000 lek në 11.5 milion lek të reja. Arena shqiptare është në pronësi të kompanisë MMM me thuese të njëjtin emër, Arena News Channel 2 DOO Beograd, të regjistruar në kryeqytetin serb dhe në pronësi fundore të shoqërisë publike Telekom Serbia. Arena u regjistrua për herë të parë në vendin tonë në 25 nëntor 2025. Gjatë janarit 2025, aksioneri kryesor i saj ka vendosur të shtojë 2 herë kapitalin fillestar, një shenjë që tregon se ka vendosur të kryejnë investime të rëndësishme në Shqipëri. Mbërritja e një televizioni serb në Shqipëri, megjithse nuk është ndaluar, sërish përbën një risi, jo domosdoshmërisht pozitive. Aq më tepër, kur të dhëna publike dëshmojnë se fijet e këtij televizioni shkojnë tek pushteti autoritar i presidentit serb Aleksandar Vučić dhe tek njerëz që kanë pasur pushtet gjatë regjimit diktatorial të Slobodan Miloševićit. Kompania serbe Arena News Channel 2 DOO Beograd është regjistruar në mars të vitit 2024. Në Shqipëri, përfaqësues është Zoran Glicović, ndërsa drejtoresha kryesore e grupit në Beograd rezulton Aleksandra Krstić. Të dhënat të publikuara më herët në mediat në Beograd e lidhin zonjë Krstić me fijet mediatike që shkonin në familjen e Slobodan Miloševićit. Aleksandra Krstić ka qenë më herët një drejtuese e televizionit Happy TV, një grup mediatik derivati i ish televizionit TV Koshava, që ka qenë në pronësi të Maria Milošević, vajza e ish diktatorit serb Slobodan Miloševićit. Po ashtu, të dhënat mediatike thonë se Aleksandra Krstić më herët kanë pasur pozita të rëndësishme në grupin mediatik Invej AD në pronësi të një biznesmeni kontravers serb Predrag Ranković. Megjithatë, e ndeku mes 2 shoqërive është munduar të zvogëlohet nëpërmjet raporteve personale mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Opozita në vendin tonë, si edhe shumë zëra autoritar në Kosovë, e kanë akuzuar kryeministrin Rama se është shtrënguar prej vitesh në një vasal të Vučićit, duke i krijuar presidentit serb aksese të shumta politike dhe ekonomike në Shqipëri.